Kjo ishte një përmbledhje e lajmeve dhe zhvillimeve më të rëndësishme të ditës, ndërsa në këtë momente do të përqendrohemi tek biseda siç bëjmë çdo mbrëmje tjetër diku pas orës 19:30 minuta për të folur për zhvillimet më të fundit. Sot protesta hyn në ditën e 25, ndërsa nga bulevardi Dëshmorët e Kombit, nga ana e protestuesve është artikuluar edhe ndryshimi i sistemit zgjedhor përveç të tjerash, një ndryshim që sipas tyre do të bënte të mundur që Shqipëria të organizonte zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Ndërkohë ka edhe një grup nismëtar i cili ka dorëzuar zyrtarisht në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve disa kërkesa për ndryshime në kodin më të rëndësishëm që merret me proceset elektorale. Njërin prej tyre, zotin Krista Qkume, ish kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kam kënaqësinë ta kem në një komunikim të drejtë për drejtë. Zoti Qkume, përshëndetje, kënaqësi që po flasim së bashku si fillim. Përshëndetje ves. Fillimisht, duke marrë parasysh se kërkesat tuaja përkuan pikërisht ose bërja publike e shkresës në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve përkoi pikërisht gjatë ditëve që po zhvillohet protesta. Ka një lidhje të drejtë për drejtë midis këtyre kërkesave që keni dërguar ju dhe protestuesve, zoti Qkume? Ajo që kanë depozituar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të realizuar nismën ligjvënëse qytetare është një punë e filluar 5-6 muaj përpara dhe është punuar duke mos patur parasysh, nuk mund të parashikonin dot se çfarë mund të ndodhte. Patjetër. Ajo për të cilin neve kemi diskutuar me njëri tjetrin, ndërkohë që përgatisim materialin para draftit për ndryshimin që do bëhesh në kodin zgjedhor, ka qenë vesh të tjerave edhe problemi i organizimit për marrjen e firmave mbështetëse nga të paktën 20.000 zgjedhës. Fakti që ne pasi e përfunduam këtë punë sipas procedura arshikuar në ligj, u drejtuam Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që ta pajiste me fletë të tip për grumbullimin e firmave. Në një kohë kur ndërkohë kishte nisur dhe protesta në qytetin e Tiranës, u vlerësua nga grupi nismëtar si një situatë goxha e favorshme edhe në funksion të arritjes së qëllimit tonë. Pra, kemi një numër shumë të madh qytetarësh, të cilët tashmë, le ta themi në thonjza, janë zgjuar dhe kërkojnë që të jenë aktivë dhe të mund të kontribuojnë, ashtu siç ata mendojnë më të mirën e mundshme në zhvillimet e mëtejshme të vendit tonë. Pra, qasja midis kësaj nisme dhe asaj që ka ndodhur pastaj në protestën qytetare, përveç se është e mirë, asnjë tjetër nuk sjell si negative. Natyrisht edhe ajo që ne duam të bëjmë nëpërmjet ndryshimeve në kodin zgjedhor, çfarë kemi propozuar të bëhet, është mbështetje. Vlerësojmë se është mbështetje të realizimit të aspiratave ose të objektiveve të protestës qytetare, sepse siç dihet, në një vend demokratik e vetmja rrugë për të realizuar qëllime dhe objektive të tilla si ato që janë pjesë të asaj që kanë nxitur qytetarët të dalin në protestë mund të realizohen vetëm nëpërmjet një procesi zgjedhor. Ndryshe është një rrugë goxha e vështirë, ku ndofta në ekstremet e vështirë për të realizuar me sukses. Ndaj ne mendojmë që ndërtimi rregullave më të mira për një proces zgjedhor e mbështet e ndihmon këtë lëvizje, ashtu si këtë protestë, ashtu sikurse protesta mund të ndihmojë shumë mirë në realizimin deri në fund të kësaj nisme. Edhe protestuesit, kanë artikuluar se do të kenë edhe ata në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kërkesa për ndryshimin në kodin zgjedhor. Ju jeni në dieni se në çfarë formë ose çfarë mekanizmi kërkojnë ata, zoti Qkume, për të bërë ndoshta një lloj paralelizmi edhe me kërkesat tuaja? Jo, këtë nuk e di nëse kanë kërkuar apo jo. Publikisht e kanë thënë, nuk e di nëse kanë shkuar zyrtarisht, po që e kanë artikuluar. Që do të ecin në rrugë, unë di, atë që u deklarua dje, që midis të tjerave, që kryesori atyre ishte ndryshimi i kushtetutës, do të kishtin edhe kontributet të tyre në realizimin e kodit zgjedhor, pra në rregullimin e legjislacionit për procesin zgjedhor, po se çfarë rrugë do të ndjekin ata për të realizuar këtë gjë, kam përshtypjen se ata nuk janë deklaruar deri sot, ashtu sikurse ne jemi të gatshëm dhe kemi kërkuar bile që të bashkëpunojmë me njëri tjetrin për të shkëmbejmë mendime se si dhe në çfarë mënyre ne mund ta bëjmë më të mirë të mundshme realizimin e këtij momenti shumë të rëndësishëm për atë çka kërkohet dhe pritet të bëhet në të ardhmen e afërt nëpërmjet një procesi zgjedhor. E qartë. Zoti Qkume, duhet dalë pak tek gjë që për mua duhet konsideruar, edhe njëherë duhet konsideruar që të dyja këto komplementare me njëra tjetrën, mbështetin njëra tjetrën, ndihmojnë njëra tjetrën për të arritur suksesin në funksion të objektivave që kanë. Nisma qytetare për të realizuar ndryshimet në kodin zgjedhor ashtu siç ata do t'i propozojnë dhe protesta nga ana tjetër për të realizuar
ndryshimin që ajo synon të bëjë në qeverisjen e vendit nëpërmjet një procesi zgjedhor. E qartë. Sa mund të realizohet kërkesa e protestuesve për dorëheqje të kryeministrit dhe të qeverisë, duke marrë parasysh se ata e kanë vënë të parën si kërkesa dhe më pas tjera të cilat duhet të realizohen sipas tyre duhet i bëjë parlamenti. Pra, a duhet të kishte nga ana e protestuesve një qartësim se nëse dorëhiqet kryeministri, nëse shpërndahet parlamenti, kush do t'i bëjë më pas ndryshimet për kodin zgjedhor dhe për formën që ata kërkojnë për të shkuar në zgjedhje, zoti Kume? Pra ju e shtuat që të dyja, pra kërkesa për dorëheqjen e kryeministrit dhe pastaj kërkesa për shpërndarjen e kuvendit të Shqipërisë. Që të dyja këto kërkesa janë kërkesa legjitime të qytetarëve, sepse mendojnë, siç duhet dhe vlerësojnë që nëpërmjet kësaj rruge dhe vetëm nëse krijohet një hapësirë e tillë, ata mund të realizojnë synimin që kanë, pra objektivin që kanë, por për mendimin tim duhet punuar në të njëjtën kohë me disa plane. Ka gjëra që nuk mund të realizohen dot, sepse mund ndodhesh përpara një muri që mund t'i bie sa të duash dhe nuk e realizon. Ka gjëra që edhe duke qenë ai mur, pastaj mund t'i realizosh. Kështu që e para duhet ndarë mendja në veprimin e protestës për atë se për çfarë është ajo e angazhuar më shumë, cili është objektivi i saj kryesor, ndryshimi i qeverisë apo ndryshimi i qeverisjes. Në qoftë se është ndryshimi i qeverisë, atëherë mundësia për të realizuar këtë që thamë pra, deri në shpërndarjen e parlamentit është e arritshme, sepse do bëhen bashkë pastaj patjetër me partinë e opozitës, me PD-n, mund të gjejnë dhe duhet të gjejnë po ashtu edhe deputet të mazhorancës aktuale që t'ju bëhen bashkë për të dërguar në kuvendin, pra për të filluar shkarkimin e qeverisë dhe të kryeministrit nëpërmjet mocionit mosbesimit dhe pastaj për të realizuar atë që quhet rregullimi i legjislacionit që ata thanë për të përgatitur zgjedhjet e ardhshme ajo qeveria teknike. E dyta, në qoftë se mendojnë se është objektiv afat shkurtër rrëzimi i qeverisë ose dorëheqja e kryeministrit, por objektiv afatgjatë është ndryshimi i qeverisë së vendit, duhet punojnë edhe në një plan tjetër B, shumë të rëndësishëm, që do të thotë ndryshimi i qeverisë nuk mund të realizohet dot menjëherë dhe nëpërmjet masave të tilla le të quajmë revolucionare. Por kërkon që të punohet për të zhvilluar për herë më shumë këtë ndjenjë reagimi, pra këtë sjellje ndaj asaj çka qytetari është duke pësuar nga qeverisja, nga mënyra e qeverisjes, ose ka pësuar nga mënyra e qeverisjes gjatë gjithë këtyre 30 vjetëve të fundit, rritjen e nivelit të ndërgjegjësimit të qytetarëve për atë, se çfarë duhet të bëjnë dhe përpara çfarë detyre ndodhen ata, qytetarët, dhe që për mendimin tim janë të parët më shumë të interesuar se sa politikanët, lidhur me faktin që ne shumë shpejt, në periudha historike është vërtet shumë shpejt, apo jo, do të ndodheni përpara kushteve kur duhet të vetë qeverisin si një shoqëri demokratike si pjesë e vendit të BE-s. Gjë që do ta kërkojmë patjetër që të ndërtojmë rregulla të ndryshme, pra të ndërtojmë një mënyrë tjetër të qeverisjes së vendit. E kjo mënyrë tjetër e qeverisjes së vendit, e cila mund të realizohet pastaj nga një klasë re politike, pra jo nga ky establishment, jo nga ata që kanë qeverisur deri sot në 30 vjet të vend, të cilët për mendimin tim e kanë përfunduar në misionin e tyre, derisa ne po hym tashmë në BE dhe ta quajmë të suksesshëm, të kalohet pastaj stafeta tek të rinj, tek brezëri, i cili natyrisht këtë mund ta marrë këtë stafetë mund ta marrë vetëm nëpërmjet një procesi zgjedhor, që jo domosdoshmërisht për mua duhet kërkohet, patjetër duhet këmbulet që mund ta realizojë të ndryshim menjëherë, pra që me goditjen e parë. Dhe këtu kam parasysh që me zgjedhjet e para që mund të bëhen për kuvendin e Shqipërisë. E rëndësishme është të zhvillohet mirë procesi dhe të jenë shumë mirë të qarta pikat në të cilat duhet të ecur, pra fazat e ndryshme në të cilat do zhvillohet dhe objektivet themelor që duhet të ketë stabilizim. Zoti Kume, si mund ta kuptojmë kërkesën e protestuesve që thonë se përveç faktit se kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit, kërkojnë edhe një qeveri kujdestare 1 vjeçare derisa të shkohet më pas në zgjedhje të tjera, periudhë e cila sipas tyre do të shërbejë për të bërë edhe ndryshimet e duhura në kodin zgjedhor. Pra, si qeverisit vend, jo dakor, për ta shëlluar pak më tepër se kjo pjesa e qeverisë 1 vjeçare kujdestare ndoshta merr më tepër pikpyetje dhe merr më tepër interes nga ana e publikut. Si qeveriset vendi për 1 vit nga njerëz teknik, pra si ta kuptojmë këtë kërkesë? Është realizueshme? Kjo është rruga e parë që unë thash në të cilën mund të ecë, që është rrugë që realizon gjithçka për të arritur objektivin fundor pastaj, atë të ndryshimit të qeverisjes, pra së vendit, mënyrës qeverisjes së vendit.
Ndryshimi i qeverisjes, pra heqja nga mundësia për qeverisur dhe mazhorancës aktuale mund të realizohet nga qytetarët vetëm në rast se ata bëhen bashkë me gjithë opozitën, do të thënë deputetët e opozitës në Kuvendin e Shqipërisë, së bashku me një grup deputetësh të Partisë Socialiste, sepse do duhen patjetër 71 deputet mund të realizojnë një mosion mosbesimi për kryeministrin, i cili sipas asaj çka përcaktojnë ndryshimet e 2008-s në kushtetutë, duhet të shoqërohet në një kohë dhe me emrin e kryeministrit të ri të vendit, të zgjedhin, të caktojnë se kush do të jetë kryeministri dhe kush do të jetë qeveria që do formohet, të cilët të bien dakord natyrisht marrëveshje politike që do të jetë totalisht pasi prerje me partitë politike, po e gjitha teknike, dhe është e mundshme të realizohet nëpërmjet këtij mocioni. Dhe në qoftë se bëhet ky mocion, nuk ndodhemi, bëhet me sukses ky mocion, nuk do ndodhemi përpara kushteve që pas saj do duhet të shkojmë në zgjedhje parakoshme, e cila është e kushtëzuar në kushtetutë në rastin kur është kryeministri që jep dorëheqjen. Duke ndërtuar një qeveri teknike, të cilë me mandat të kufizuar në kuptimin e me mandat kryesor të saj, se vendi do qeverises, patjetër që do qeveriset, po me mandat kryesor përgatitjen e zgjedhjeve, ndër të cilat shumë e rëndësishme do të jetë hartimi i kodit zgjedhor, i legjislacionit dhe jo vetëm, pra i legjislacionit zgjedhor, dhe gjithë strukturave që duhen pastaj të nevojshëm për të realizuar procesin zgjedhor që mund të realizohet i parakoshëm, në këtë rast në të njëjtën ditë, në të njëjtën datë me zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, dhe që në të natyrisht pra qytetari do të marrë pjesë, mund të marrë pjesë, në qoftë se mund të marrë pjesë, ose duke formuar një parti politike, më vete, ose duke bashkëpunuar me forcat e tjera politike të opozitës. Kjo është rrugë e mundshme për të bërë, pra legjislacioni tonë shkruan një gjë të tillë. Ndërkohë, në artikulimet që kanë bërë, unë kam dëgjuar atë tjetrën që të shpërndahet edhe parlamenti, të krijohet një asamble, që kjo asamblea të prodhojë pastaj me 101 të zgjedhur me short e tjera, të cilat mund të duken të bukura, të mira, entuziaste, po janë të vështira për të realizuar. Për të realizuar. Pra, dy janë për mua rrugët në të cilët duhet të eci dhe mund të eci për të realizuar objektivin final që ka protesta dhe që është ndryshimi i mënyrës së qeverisjes, jo ndryshimi i qeverisë, po i mënyrës së qeverisjes, sepse ndryshimi i qeverisë mund të bëhet edhe me dorëheqjen e kryeministrit, dhe sot jep dorëheqjen kryeministri, nesër formohet pas 45 ditëve formohet një qeveri tjetër e mazhorancës, mund ta fitojë pa prap për sa kohë që nuk rregullohet asnjë në legjislacion. Janë të njëjta struktura, të njëjta situata në cilat u zhvilluan zgjedhjet 2025-s. Duhet mirë të mendohet çfarë të kërkohet dhe si të kërkohet. Në qoftë se partitë kjo lëvizja qytetare është deklaruar dhe i qëndron asaj deklarate që në të njëjtën kohë qëndrimi i saj pothuajse është i barazvlefshëm si me mazhorancën, ashtu dhe me opozitën, pra si me zotin Rama, ashtu dhe me zotin Berisha, kjo rrugë që unë po them është vështirësisht e mundshme për të realizuar për sa të kohë që të ketë dorëheqje, largim nga skena politike e establishmentit vjetër. E qartë. Po duke qenë se për sa kohë që shumë nuk duhet mendohet, as që duhet të kërkohet që të realizohet kjo që sapo tham, dorëheqje e qeverisë, krijimi një qeverie teknike, sepse ata nuk e bëjnë dot një gjë. Është e pamundur, pa bërë me vete Partinë Demokratike dhe gjithë opozitën. Rruga tjetër është përpjekjet e vazhdueshme për të krijuar frymën, për të krijuar mundësitë dhe nxitjen të qytetarët për të realizuar nesër në një proces zgjedhor dhe nëpërmjet një procesi zgjedhor atë që synohet të bëhet, pra ndryshimin e qeverisjes dhe për të realizuar të natyrisht në mbështetje të këtij drejtimi të veprimit të protestës qytetarëve është dhe nisma që kemi marrë për të dërguar në Kuvendin e Shqipërisë ndryshimet që duhen bërë në kodin zgjedhor, të cilat theksoj se janë bërë duke patur si objektiv themelor të kryejmë kushte sa më të mira të mundshme për një garë zgjedhore të barabartë në kuptimin e asaj, të mos kemi deformime siç kemi patur deri sot në
mandate që shpërndahen partive politike, mos kemi ato kushte ligjore të cilat favorizojnë marrjen e mandateve në tavolinë, mos kemi mundësi që dy forcat kryesore politike të jenë ato të cilat administrojnë procesin zgjedhor, të japin mundësi zgjedhësve që të garojnë dhe ata me kandidat, jo me një kandidat pavarur, po me grupe kandidatë se kështu me radhë. Pra objektivi tonë ka qenë sa më shumë hapësira për qytetarët, sa më shumë mundësi për procese zgjedhore që t'i shërbejnë në mënyrë më të mirë të mundshme funksionimin e demokracisë përfaqësuese. Zoti Kume, po si shikoni? Kërkojmë bashkëveprimin me protestuesit, me qytetarët që protestojnë për të mbështetur jo grumbullim në 22 firma. Kjo është e para dhe më thjeshta për të bërë, veçanërisht në këtë situatë që jemi sot, por nuk mjafton. Pas kësaj shumë e rëndësishme është presioni qytetar të jetë i madh dhe të zhvendoset nga godina e kuvendit te godina e parlamentit për të kërkuar kuvendit të Shqipërisë që të marrë në parasysh dhe të zbatojë ato që qytetarët do propozojnë në ndryshimet për kodin zgjedhor. Po si i shikoni ju faktin që nuk ka asnjë reagim ose asnjë shenjë nga ana e kryeministit dhe qeverisë për ndërheqje, pavarësisht se po kalojnë 25 ditë protestë, reagimet janë kryesisht me sulme ndaj protestës, por nuk ka asnjë shenjë që të paktën deri në këtë moment mund të ketë një efekt të drejtë për drejtë në ndërheqjen e kryeministit dhe qeverisë, zoti Kume. Këtë unë nuk di ta them se cila është arsye që kryeministri nuk më vepron në plotësim të kërkesas për ndërheqjen. Megjithse praktikisht ai është shprehur për një gjë të tillë, harrojeni ka thënë një gjë të tillë. Unë jam këtu sepse kam mbështetjen e qytetarëve të cilët më kanë dhënë me votë para një viti, më kanë dhënë me votë 83, jo pak, po 83 mandate. Pra ai është shprehur. Nuk 82 ka sot, po 71 i duan për të qeverisur, mos harrojnë. Po patjetër, shumë po. Pra, ajo që është e rëndësishme për mua nuk është fakti që si ka mundësi që ai nuk po vepron. Jo, ai nuk po vepron sepse e vlerëson që është aty, jo pse do ai vetëm, por sepse e duan që të jetë në atë vend. Protestuesit duhet ta marrin në konsiderat një gjë të tillë, nuk di se çfarë mekanizma mund të ndërtojnë dhe të realizojnë për ta detyruar, por sipas mendimit tim, kjo është një kërkesë politike e cila mban gjallë entuziazmin dhe është domosdoshme për të artikuluar në çdo rast dhe për herë, por nuk është rruga e cila unë do doja që të ndodhte ose zgjidhja që unë do doja që të ndodhte në funksion të asaj që kam thënë deri tashti. Dorëheqja sot e kryeministit dhe zvendësimi i tij nga një qeverisje tjetër e mazhorancës ose kalimi në zgjedhjet parakohshme 45 ditë pas dorëheqjes së tij nuk i shërben qëllimit final dhe realizimit të objektivit final që ka protesta qytetare. Është patjetër është një fitore politike, por nuk është fitore afatgjatë në kuptimin e asaj çka ne synojmë dhe duhet të bëjmë për mendimin tim, siç e thash pak më parë, në qeverisjen e këtij vendi, në mirë qeverisjen e këtij vendi, në ndërtimin e rregullave që të qeveriset si një shoqëri demokratike antare e BE-s. Zoti Kume, teksa njoftoj teleshikuesit që pamjet që po ndjekin mes nesh dhe jush në ekran janë të drejtë për drejta nga protesta, besoj kuptohet se ka edhe çadra gjatë ditës së sotme për shkak të rreshjeve të shiut që pra prekën Tiranën këtë pasdite. Si u duk reagimi i opozitës për ta mbyllur me këtë? Mund ta kishte luajtur, përdorur në një farë mënyrë shfrytzuar më mirë këtë moment opozita e cila ditën e parë duket se nuk e mbështeti protestën, por doli pro investimit në Zvërnes, që në fakt ishte edhe arsyeja kryesore sepse protestuesit ishin në bulevard? Për mua nuk ka rëndësi fare se çfarë ka thënë opozita ditët e para të kësaj proteste, por si dhe në çfarë mënyre opozita po i qaset protestës. Në përgjithësi, po. Që të dyja kanë evoluar. Protesta nisi apo jo, duke patur në bazë të saj ato çka ndodhi në Zvërnes dhe shumë shpejt filluan të artikulohen të tjera çështje, të tjera objektiva apo dhe veprimet të tjera të cilat u kaluan jashtë asaj çka ishte objekti i fillimit të saj. Edhe në të njëjtën kohë edhe Partia Demokratike si partia kryesore e opozitës. Ju qas kësaj proteste, duke në mënyra e qasë kësaj ndaj protestës qytetare, lidhur me atë problem që ata po artikulonin, ndryshoi, siç ndryshoi protestat, ndryshoi dhe qëndrimi i tyre dhe për mua është një qëndrim i cili i shkon për shtat politikës ose rrugës që ka deklaruar me kohë Partia Demokratike, në të cilën duhet të ecur për të realizuar objektivat e saj,
nëpërmjet një procesi zgjedhor demokratik të ndershëm dhe të barabartë për të gjithë. Dhe që është kërkesa këmbgulse e saj për një qeveri që do të përgatitë zgjedhje, për një qeveri teknike. Kjo gjë shkon patjetër dhe me atë që artikulon protesta sot, gjë që unë nuk shoh se ka midis tyre përplasje, divergjenca, të cilat kundërshtojnë njëra tjetrën. Përkundrazi, dy kaket janë duke lëvizur në drejtim të konvergjencës së plot të tyre. Natyrisht, në qoftë se protesta do të ketë si objektiv të saj pikërisht këtë gjë që komenon me objektivin e partisë e opozitës, nuk ka rrugë tjetër për ta bërë, të heqë dorë nga ajo që ka thënë deri sot dhe ka artikuluar deri sot në mënyrë figurative, duke thënë ky në burg dhe ai në burg, të heqë dorë realisht nga ajo që ka deklaruar që ne jemi për ndryshim të qeverisjes, por thot, hapi parë për të realizuar ndryshimin e qeverisjes do të jetë realizimi i kësaj gjëje, largimi i kësaj mazhoranca nga qeverisja dhe qeverisja e vendit nëpërmjet një qeverie kujdestare, një qeverie teknike, e cila do përgatisi procesin zgjedhor të ardhshëm që do të jetë pika e fillimit pastaj për të bërë ndryshimin e madh, për të cilin e folëm. Pra duhet të jetë të qarta gjërat, rruga e po e përsis besë për ndofta për ty në të tretën erë. Rruga e parë është pikërisht kjo. Bashkëveprimi me opozitën, se ndryshe nuk e bëjnë dot. Pra, qeverin teknike nuk e realizojnë dot. Bashkëveprimi me opozitën, atë shpërndarjen e parlamentit atë nuk e realizojnë dot kur, s'ka pse, por nëpërmjet një qeverie teknike e cila do të përgatisi procesin për zgjedhje, le të shkojnë në zgjedhje dhe le të shohim se sa do të kenë. Do të kenë mundësi që të kemi nesër një parlament i cili të marrë përsipër dhe të realizojë edhe këto që po themi ndryshimet kushtetuese të tjera. Kume, faleminderit shumë. Kënaqësi gjithmonë kur flasim së bashku. Gjithë të mirë. Faleminderit, e vlerësoj. Ishim me Kristaq Kumen, ish kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili ne u bashkua drejt për së drejti, ndërsa në ekran patë edhe pamjet të cilat vinë nga bulevardet dëshmorët e kombit dhe që tregojnë protestën në ditën e 25 të saj. Ne do të ndahemi vetëm për momentin dhe rikthehemi pas pak në transmetimin tonë të drejt për drejt me lidhje nga protesta dhe me të tjerë të ftuar të mbrëmjes.